Sa i keq është ai njeri që i kërkon Zotit falje një muj ditë. Një muj ditë thot Allahumme innaka afuwun, o Zoti e falës, e don faljen. Falë mu, ndërsa ky nuk është në gjendje me fal vllahun e vet që e ka afër tij. Tash këtë adhurimet, po edhe agjerimi, synime kanë, po se po rregullimin e raportit mes njeriut edhe Zotit, ama synime kanë edhe rregullimin e raportit me njëri tjetrin. Tash për agjerim, hadithi më i famshëm që njohim të gjithë, që është agjerimi bëhet për mua dhe unë shpërblej për të, hadith kutsi, që Allahu thët, në fund të atje thët, e nëse dikush e shan, ose ofendon, ose tenton të rrihet, leti thët, unë jam agjeruar. Pra kështu po thët Zoti. Në thonë, agjerimi pa tjetër e ka përmend Zoti që duhet me ndiku në raport me tjertë, sa që dhe nëse dikush tenton me pat konflikt me ty, të i shmangësh e i thua, unë jam agjeruar. Unë jam tjetër nivel. Unë e kom pastru shpirtin tem, sa që unë nuk kam nevoj me pat konflikt me ty. Tash këto e gjojna të ketë adhurimet e tjera, edhe të namazi. A ka thonë Allah për namazin dalën nga keqja dhe shëmtuara. Do të thonë duhet me reflektu namazit e tjerët. A ka thonë Allah për zeqatin, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum. Merr prej tyre sadak, ti pastrosh ata. Sadakaja duhet me ndiku edhe të na. Agjerimi, haxhi. Ka thonë Allah për haxhin, dhe kush kryen haxhin, as mos le të ofendon, as mos le të fjalë të këqija. Dhe më thonë, pa tjetër, namazi, agjerimi dhe këtë ibadet e tjera duhet me ndiku edhe në raportin me njëri tjetër. Sa i keq është ai njeri që i kërkon Zotit falje një muj ditë. Një muj ditë thot Allahumme innaka afuwun, o Zoti e falës, e don faljen. Falë mu, ndërsa ky nuk është në gjendje me fal vllahun e vet që e ka afër tij. Ky nuk është në gjendje me fal motrën e tij. Ky nuk është në gjendje me fal të afërmin e tij. Kështu që patjetër kjo duhet me ndikue edhe në sjelljet, edhe në raport me tjerët. Ta kujtojnë edhe hadithin ardit që thot pejgamberi alayhis salam, a doni më ju tregu kush është i falimentuari? A do djem tria të thanë ja Rasulullah i falimentuar me çaj që se ka dinarin as dirhemin, pejgamberi më thotë jo. Ky i bën, si ka patë dhe si ka nami zbahet. Po i falimentuar është ai njeri që del në ditën e kiametit me namaz, me agjerim, me zeqat. Ky del me sevape sa kodrat, ama thot pejgamberi sa qad shatama hadha, e ka ofendu filanin, e ka rrej filanin, e ka përgoju filanin. Ky i ka rregullu raportet me Zotin, ama raportin me tjerë nuk e paska pa të rregullum. Tash çka bëhet? I mirën sevapet këtij edhe i jepën aty në tjerëve. Derisa ky jetë pas një shpërblim. E për mos më na ndodh kjo, sa të jemi në Ramazan, patjetër do të më reflektuo edhe të tjerët.